Berisha sulmoi Blinken, firmosi non gratën time, sot është non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë deklaratës së tij ka përmendur ish sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken. Duke ju referuar Blinkenit, Berisha tha se dikur ky fundit firmosi vendimin për ta shpallur demokratin non grata, por sot ai vet po përballet me një vendim të tillë. Non grata ime ishte de facto, siç keni konstatuar pas vettingut 34 vjeçar të prokurorëve politik të Edvin Ramës, doli se Sali Berisha i akuzuar për korrupsion kishte kursime së bashku me bashkëshorten 100.000 euro në punën e tyre 54 vjeçare. Një apartament 40 metra më të madh se ai që ka patur. Doli se nuk e kishte shkelur kur ligjin ai dhe fëmijët e tij. Pra për mua ata që më akuzuan, ata mashtruan dhe fatmirësisht njeriu që firmosi sot është non grata në vendin e tij. Dhe ky është, e thon, karma rikthen dhe ai mori atë që meritonte nga presidenti Donald Trump, tha Berisha.